Zoran Mamdani kishte përballë dy kandidat, një republikan të mbështetur nga presidenti Trump dhe një ish demokrat të sponsorizuar po nga Trump. Dhe i mundi të dy. Kur të gjithë mendonin se fuqia e presidentit Trump ishte një uragan që nuk ndalej nga askush, një vit pasi ai kishte poshtruar kundërshtarët e vet me një rezultat plebishitar dhe një politik që po ndryshonte SBA-n, një 34 vjeçar emigrant me origjinë nga Uganda e sfidoi atë në New York. Ajo që dua të theksoj është se ai mundi jo vetëm kundërshtarët e tij politik republikan, por edhe ata brenda partisë së vet, me fuqinë e fjalës dhe bindjeve. Nuk jam i sigurt se si do të jetë suksesi politik i Mamdanit në krye të New Yorkut dhe nëse ai do të arrijë të përballojë hendekun mes pritshmërive dhe mundësive reale për t'i realizuar ato. Por gjëja më e sigurt që Mamdani provoi është se në politik nuk ka të fortë të përjetshëm dhe se shpesh ata që duken të paprekshëm bien nga një brez që guxon. Mendoni tani për 30 vjeçarët tanë në opozitë që kanë përballë Edi Ramën, një udhëheqësi plot fuqishëm dhe i pamundur për të rrëzuar nga pikpamja elektorale. Të gjithë dimë arsyen pse ai nuk mundet. Ajo nuk buron thjesht nga fuqia e tij personale apo nga miti i grumbullimit të pushtetit, por nga fakti se opozita nuk di të fitojë betejën me veten. Zoran Mamdani, para se të mundte partinë e Donald Trumpit, mundi Andrew Cuomo, ish guvernatorit demokrat të New Yorkut, i cili edhe pse u mosht brenda partisë, doli sërish kandidat, i sponsorizuar nga pushteti përballë tij. Me fitoren e tij, Mamdani, më shumë se sa mundi kundërshtarët, mundi partinë e vet dhe korrupsionin politik të dy partive të mëdha që mbajnë njëra tjetrën në pushtet përmes figurave të vjetra. Nëse e zhvendosim këtë skenë në opozitën shqiptare, shohim se 30 vjeçarat e saj bëjnë betejë për të ruajtur Berishën nga partia dhe jo për të ruajtur partinë nga Berisha. Gjithë brezi i 30 vjeçarëve në PD, djem të mirë dhe të shkolluar edhe në Perëndim, janë aty për të mos prekur pushtetin e Berishës, jo për ta sfiduar atë. Rasti i Mamdanit tregon se rruga për të fituar ndaj kundërshtarit kalon përmes fitores mbi strukturën e kalbuar që ke në vete. I mundur i madh nga Mamdani nuk është Trumpi, por Cuomo, simboli i pushtetit të vjetër në partinë e tij, që ishte gati të bënte pazar me Trumpin për të penguar një të ri drejt pushtetit. E njëjta histori është edhe në Partinë Demokratike të Shqipërisë. 30 vjeçaret e saj nuk mund të mundin Edi Ramën, pa mundur Saliun. Po ta mundin atë, gara për të mundur Ramën thjeshtohet. Nëse vlen për diçka shembulli i Mamdanit në Shqipëri, vlen pikërisht sepse ai mundi Cuomon para se të mundte Trumpin. Pastaj i mundi të dy në të njëjtën ditë.